Deri në fillimin e viteve 90, familja Haklaj ishte një nga ato familje të zakonshme të Tropojës, që jetonin me punë të ndershme dhe me zakonet e malësisë. Në krye të saj ishte Isuf Groshi, burr i njohur për urtësinë dhe zgjuarsinë që e bënte të respektohej në mbar malësinë e Gjakovës. Thoshin se fjalët dhe shprehjet e tij mbeteshin në mendje, aq sa dhe sot përmenden nga të moshuarit e zonës. I biri Muharrem Haklaj vazhdoi rrugën e teatrit, duke rritur 7 fëmijë, 5 djem dhe 2 vajza. Fëmijët u rritën me mësimet e malësorit dhe u shkolluan në shkolla profesionale, në një kohë kur arsimi ishte rrugë për të dalë nga varfëria dhe për të fituar një emër të mirë. Por vitet sollen ndryshime të mëdha. Pas rënies së regjimit komunist dhe ardhjes në pushtet të koalicionit të djathtë në verën e vitit 1992, qetësia e familjes u trondit. Hamdi Haklaj, bashkë me të vëllain Halilin, u arrestuan papritur, të akuzuar për vrasjen me mjete të forta të një ekonomisti në Bajram Curi. Familja mbeti në ankth dhe tronditje. 2 djemtë më të mëdhenj të Haklajve qëndruan pas hekurave për 6 muaj të gjatë, e ndërsa hetimet nuk gjetën prova të mjaftueshme u liruan. Por asgjë nuk ishte më si më parë. Besimi i tyre ndaj pushtetit të ri ishte thyer thellë, dhe një ndjenjë e rëndë e padrejtësisë nisi të rëndojë mbi këtë familje, që deri atëherë kishte jetuar thjesht mes maleve dhe zakonit. Gjërat për familjen Haklaj do të ndryshonin totalisht në vitin 1993. Gjatë verës së nxehtë të vitit 93, si çdo vit tjetër, qindra banor të Tropojës kishin marrë udhën drejt malit të Shkëlzenit, në vendin e shenjtë që njerëzit e njohin si Varri i Mirë. Një traditë e vjetër, një pelegrinazh i besës dhe lutjeve, që bashkonte malësorët për tefiseve dhe hasmërive të hershme. Mes tyre atë ditë ishin dhe vëllezërit Haklaj. Shkëlqimi, një djalë i njohur për temperament të fortë, bashkë me vëllezërit e tij, kishte shkuar për të bërë nderimet e zakonshme. Por aty, në atë vend të shenjtë, ku njerëzit linin armë anash për hir të Zotit, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Për arsye që mbetën të mjegullta dhe të pashpjeguara aso kohe, Shkëlqim Haklaj u konfliktua me 2 vëllezërit Besim dhe Guxim Demaj nga fshati shqipçan. Fjalët u ashpërsuan shpejt dhe gjithçka mori atë pjetën. Në mes të tensionit, në ndihmë të Shkëlqimit erdhi vëllai i madh, Hamdi Haklaj, i cili kur situata i kaloi caqet, nxorri pistoletën dhe shtiu. Brenda pak çastesh, 2 vëllezërit Demaj mbetën të vrarë. Pas ngjarjes në Tropojë ra një heshtje e rëndë. Njerëzit përflisnin në nxë, sepse tashmë Haklajt nuk ishin më thjesht një familje e njohur, por të përfshirë në gjak. Policia reagoi menjëherë, duke shpadur në kërkim Hamdiun dhe Shkëlqimin, dhe ndonse Tropoja ishte mal e pyll, forcat speciale dhe policia vendase nisën disa aksione për t'i kapur. Por Haklajt ishin të vështirë për të ndjekur në malet e tepisura të veriut. Hamdi Haklaj u zhduk prej Tropoje, ndërsa Fatmir Haklaj, edhe pse nuk ishte probleme me drejtësinë, zgjodhi t'u qëndronte pranë vëllezërve, duke i ndihmuar të mos bien në duart e policisë. Nga ajo ditë e deri në fund të vitit 1996, Tropoja jetoi në një tension të padukshëm. Policia organizoi disa operacione, duke hyrë her pas here në shtëpinë e Haklajve, duke rrethyer pyjet, duke kërkuar në përshtigje stane, por Haklajt herë ndodheshin jashtë vendit e herë thoshin se ishin larguar përfundimisht. Ngjarja e 7 gushtit të vitit 1993 u bë pika ku nisi një nga sagat më të njohura të përplasjes mes Haklajve dhe forcave të shtetit në Tropojë. Një histori që do të zjas me vite dhe që do të lër pas një sër konfliktesh e ngjarjesh të përgjakshme. Me 5 tetor të vitit 1995, Tropoja u zgjua në nxurmen e helikopterëve dhe makinerisë së rëndë të policisë. Atyre pak banorëve që po ecnin herët në rrugët e fshatit, u ra në sy se diçka e madhe po ndodhte. Fjalët përhapeshin shpejt në atë trev, kanë ardhur nga Tirana për të kapur Haklaj. Në atë mëngjes, forcat speciale të ardhura nga Tirana, së bashku me policinë e Tropojës, kishin marrë informacion se Hamdi dhe Shkëlqim Haklaj ishin kthyer në kullën e tyre, aty ku kishin lindur dhe ishin rritur. Ishte momenti për të goditur, dhe kësaj radhe shteti u përgatit me gjithçka kishte në dispozicion. Qindra policë rrethuan kullën e Haklajve, duke bllokuar çdo dalje shteg. Nga ajri, helikopterët përshkonin qiellin e thellë të veriut, duke kërkuar çdo lëvizje. Banorët e Tropojës shikonin në heshtje këtë skenë që të kujtonte më shumë një operacion ushtarak se sa një arrestim të zakonshëm. Por, ashtu si edhe herët e tjera, Haklajt u zhdukën pa lënë gjurmë. Kulla u kontrollua centimetër për centimetër, u kërkuan në mbodrume stane, në pyje e përroje për rreth, por askush nuk u gjet. Gjatë kontrolleve ndodhi një ngjarje pa precedent, ku një polici i komisariatit të Tropojës mbeti vrarë. Rrethanat e vrasjes së tij mbetën të errëta. Nuk u mësua kurrë me siguri ku shtiu, nga cila ande në çmënyrë ndodhi ngjarja. Fjalët në Tropojë thoshin shumë gjëra, por asnjë nuk mund të thuaj me zë të lartë. Pavarësisht kësaj ngjarje të rëndë dhe dyshimeve të vazhdueshme, Hamdi Haklaj nuk u gjykua asnjëherë për ngjarjen e Shkëlzenit
as për atë të 5 tetorit të vitit 95. Dosjet mbetën të hapura, hetime të paplotësuara dhe prova të pamjaftueshme për të vërtetuar fajësinë e tij. Kulla e Haklajve, që dikur kishte qenë një shtëpi si të gjithë të tjerat, tashmë ishte kthyer në simbol të një konflikti të gjatë mes familjes dhe shtetit. Një histori që Tropoja do ta përmendte për vite të tëra, e që do të linte pas pasiguri, frikë dhe heshtje. Pas operacionit të dështuar të 5 tetorit të vitit 1995, Tropoja u mbështot në heshtje. Haklajt u zhdukën në hije, por gjithçka do të ndryshonte shpejt. Ngjarjet e marsit të vitit 97, me revoltat që përfshin jugun dhe rënien e rendit shtetror, i nxorën sërish në skenë. I pari që do të shfaqej hapur ishte Fatmir Haklaj. Në një kohë kur në Tropoj po përgatitej një grup vullnetarësh për të zbritur në Tiranë e për t'u bashkuar forcave që do të shuanin kryengritjet në jug, Fatmiri e refuzoi thirrjen. Jo vetëm që nuk pranoi të bëjë pjesë e tyre, por doli haptazi kundër, duke penguar dhe përzën oficerët e Gardës së Republikës që kishin ardhur për të rekrutuar njerëz. Në një kohë kur vendi po digjej dhe secili zgjidhte anën e vet, Fatmir Haklaj fitoi simpatinë e të majtëve në Tropoj, duke u zgjedhur kryetari i Komitetit të Shpëtimit Publik, një strukturë vendore që kontrollonte armët, rendin dhe fatet e qytetit. Por fati i keq e priste në qafën e Milotit. Me 22 qershor të vitit 97, Fatmiri udhëtoi për në Tiranë bashkë me kushëririn e tij, Sokol Haklaj, ndihmës gjyqtar në Skapar dhe mikun e familjes Agron Gjyriçin. Ishte një udhëtim i ngushtë, por një punë të rëndësishme që s'mund të shtyhej. Aty, në afërsitë të Milotit, një pritje armatosur i zuri rrugën. Në atë përleshje të befasishme, Sokol Haklaj mbeti vrarë, së bashku me Ibrahim Rustemin, një efektiv i forcave speciale që më parë kishte qenë pjesë e shoqërimit të Azem Hajdarit. Rustemi, që atë natë duhet të udhëtonte me trupat e Gardës drejt Tropojës për të siguruar mitingun elektoral të Sali Berishës, kishte zgjedhur të largohej më herët, duke lënë njoftim në shtëpi se po nisej për një fatkeqësi me Haklaj. Në momentet e fundit të atentatit, Fatmir Haklaj, i plagosur, arriti të vrasë një nga atentatorët, që kishte shkuar pranë makinës për të dhënë goditjen e fundit. Pas kësaj, Fatmiri dyshoi se pas atentatit fshiheshin njerëz të rëndësishëm dhe rrjete të fuqishme nga Tirana. Brenda pak ditësh, duke përdorur rrjetin e tij të informacionit dhe lidhjet që kishte në veri e më gjerë, Fatmir Haklaj identifikoi emrat dhe lidhjet e autorëve të pritjes. Hakmarrja e tij që e pamëshirshme. 3 nga 4 autorët e mbjetuar u ekzekutuan njëri pas tjetrit në rretana të pasqaruara. Familjet e 2 prej tyre pan kullat e djegura, ndërsa i fundit, një emër i njohur i botës së krimit në Mirdit, u vra gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat speciale në Mamuras në vitin 1999. Ky atentat dhe hakmarrja që pasoi, vetëm sa i thelluan më tej hasmërinë mes Haklajve dhe rivaleve të tyre politik e fisnor. Tropoja në ato vite ishte kthyer në një fushë gjaku, ku askush nuk i dinte mirë aleatët e armiqt dhe i etavlonte në prag atentatesh e përballjesh të armatosura. Kufomat e pritës së Milotit nuk ishin kthyer ende në Tropoj, kur sheshi Bajram Currit nisi të mbushej plot për mitingun elektoral të Sali Berishës. Ishte qershori i vitit 97, ditë nxehta dhe të pasigurta, ku çdo lëvizje ngjante si shkëndin në barut. Ish presidenti Berisha sapo kishte filluar fjalimin kur mes turmës shpërtheu një tension i fortë. Shkëlqim Haklaj, vëllai i Hamdiut dhe Fatmirit, i ashpër dhe pa shumë durim, reagoi publikisht duke ndërprerë fjalimin me brit madhësharje. Ishte një moment i rrallë sfide ndaj pushtetit të kohës në mes të Tropojës. Menjëherë pas tij, në kraj doli Feris Kërnaja, sapo liruar nga burgu, një figurë me reputacion në zonë dhe më gjerë. Kërnaja njihej për mirësinë e tij me Fatos Nanon dhe një foto e tij bashkë me Nanon e Nehat Kullën, një nga emrat e njohur të botës së errët të kryeqytetit, kishte qarkulluar në shtypin e asaj kohe. Në zgjedhjet e 29 qershorit të vitit 1997, Haklajt zgjodën të pozicionoheshin haptazi kundër Hazem Hajdarit, kandidatit të Partisë Demokratike, dhe mbështetën kandidatin e Partisë Socialiste për Tropojën. Ajo verë ishte kohë zgjedhjesh, referendumi për monarkinë dhe përplasje pafund. Madje në vizitën e tij në Tropoj, Leka Zogu u përban me tentativën për të penguar ardhin e tij nga të kundërshtarët e monarkisë, por në krah të princit qëndruan shumë djem të Tropojës, mes tyre dhe Fatmir, Shkëlqim dhe Ylli Haklaj. Pas zgjedhjeve, Azem Hajdari fitoi mandatin si deputet i Tropojës, por panorama politike kishte ndryshuar rrënjësisht. E Majta kishte marrë pushtetin në shkallë vendi, dhe Tropoja, për herë të parë pas shumë vitesh, po ndjente dobësimin e ndikimit të së djathtës. Në këtë klim, Fatmir Haklaj, i vlerësuar nga të Majtët për qëndrimin e tij, u propozua nga Dega Lokale, Parti Socialiste dhe me firmën Eneritan Cekës, atëherë ministër i rendit publik, u emërua shefi i komisariatit të Tropojës. Ky emërim ishte jo vetëm politik, por edhe simbolik, një sinjal se kontrolli në veri kishte ndërruar duar dhe Haklajt nuk ishin më në hije,
por në pozita zyrtare e me fuqi vendimarrësi, në rrethin që deri dje kërkonte kokën e tyre. Me 17 shtator të vitit 1997, Parlamenti shqiptar u trondit nga një ngjarje e rëndë. Deputeti demokrat i Tropojës Azem Hajdari u plagos gjatë një përplasjeje me deputetin socialist të Hasit Gafur Mazreku. Të nesërmen me 18 shtator, dega lokale e Partisë Demokratike në Bajram Curi organizoi një protestë për të dënuar sulmin ndaj deputetit të tyre. Organizatorët e protestës kërkuan leje për tubim nga shefi i komisariatit Fatmir Haklaj, i cili u dha me kusht që mitingu të mbahej në kompleksin e lojrave më dorë në qendër të qytetit. Fillimisht, mbështetësit e Partisë Demokratike u grumbulluan aty, por më pas protesta u zhvendos në rrugët e Bajram Curit. Kur Fatmir Haklaj mori vesh për jetën e protestës, vendosi të përballet personalisht me organizatorët. Ai doli përballë në shetitorin e qytetit dhe në një debat të tensionuar qelloi me grush një nga protestuesit. Ky akt i Haklajt shkundi atmosferën. Protesta u shpërnda, por hakmarrja kundër tij kishte nisur. Edhe pse Fatmiri do të qëndronte vetëm 4 muaj në detyrën e shefit të komisariatit, gjatë kësaj periudhe ai vendosi rregull e disiplinë në Tropoj, shpesh me metoda të ashpra. Bandat e gabitësve, që përhapnin frikë në rrugët e qytetit, tani e dinin se nuk do të guxonin t'i kundërviheshin. Ata nuk trembeshin aq nga arrestimet apo burgosjet, sa nga ndëshkimi drejt për drejt dhe i shpejt që vinte nga dora e hekur te Haklaj. Nga një person që më parë ndihmonte vëllezërit në Arati, Fatmir Haklaj u shndërrua brenda disa muajsh në një sherif të ashpër në veri të Shqipërisë, i cili në vend të ligjit shpesh përdorte të drejtën e vetgjyqësisë së malësisë ku ishte rritur. Në 4 muaj në krye të komisariatit, gjatë një periudhe të trazuar dhe me armë të përhapura gjerësisht, nuk u regjistrua asnjë vrasje në Tropoj. Personat problematik preferonin të largoheshin ose të ruanin qetësinë, sesa të përballeshin me Fatmir Haklaj, njeriu më të fuqishëm të veriut, tashmë veshur me uniformën e shtetit dhe me autoritet të pakontestueshëm. Asaj që Fatmir Haklaj druhej më shumë, ndodhi pikërisht në atë çast kur mendonte se më në fund kishte vendosur rregull mbi tokën e Tropojës së trazuar. Ishte fillimi i janarit të vitit 98, 3 ditë pas vitit të ri, dhe në ajrin e acar të maleve dukej sikur gjithçka kishte hyrë më në fund në një shtrirje të qetë. Vëllai i tij Shkëlqim Haklaj sapo ishte mëruar policë në doganën e qafprushit, në rrethin e Hasit. Një detyrë e vogël, por që për Fatmirin kishte vlerën e sigurisë, si një copës më shumë në mozaikun që po ndërtonte me kujdes. Në pasditën e 3 janarit, Shkëlqimi bashkë me kunatin e Fatmirit, Artur Demirin, po ktheheshin nga Hasi me një furistrad Nissan Terrano, që binte në sy në rrugët e ngushta të veriut. Ishte një rrugtim i zakonshëm, si shumë të tjerë, por ajo ditë kishte për të hyrë në histori, si dita që do t'i përmbyste edhe një herë fatet e Tropojës. Kur makina mbërriti në qafë të Lushës, aty ku rruga ngjitet ngadalë nga fshati Pash drejt majave të maleve, një breshëri armësh automatike theu qetësinë e pasdites. Një prit e organizuar me përpikëri, ku autorët ishin një komando i pajisur me arma automatike dhe mitraloza të rëndë, të vendosur prej orësh duke mbajtur në ndërshkim çdo hap të rrugës. Zjarri i tyre ishte vdekjeprurës. Shkëlqim Haklaj, i goditur rënd, arriti me vështirësi të nxirrte nga brezi një pistolet dhe të shkëmbente zjarr, duke i dhënë sekondajatike personit të tretë që ndodhej në makinë, Avdi Buçpapa, polic i komisariatit të Bajram Curit. Avdiu, i tmerruar zbriti nga makina dhe u hodh drejt pyllit që të nxirrte në fshatin Vlad, duke u larguar nga ferri pas një gërdvishtje. I mbjetuar si me mrekulli, ai vrapoi në këmbë drejt fshatit të afërt ku kërkoi ndihmë. Fytyra e tij e zbet dhe sytë e trembur rrëfinin qartë merrin që kishte përjetuar. Në mungesë të ndonjë mjeti tjetër, fshatarët cajuan një vig për të transportuar trupat e pajetë të Shkëlqim Haklaj dhe Artur Demirit drejt qytetit. Në Tropoj, kur lajmi arriti te Fatmir Haklaj, ai u thye si rratëherë. Njeriu që kishte ndëshkuar me dorë të hekurt çdo kundërshtar, tani ndjente plagën më të rëndë në mishin e vet. Ai e dinte që kjo prit nuk ishte rastësore, dhe atë natë, mes acarit dhe heshtjes së rëndë të Tropojës, Fatmir Haklaj u betua se hakmarrja për këtë ngjarje do të ishte pa dëgjuar ndonjëherë. Menjëherë kontaktoi Avdi Buçpapën, dëshmitarin e vetëm okular të masakrës. Nga ai mësoi se kush ishin pjesëtarët e komandës që kishin organizuar pritën. Avdiu, duke qenë banor i Tropojës dhe njohësi çdo fytyrë në atë zonë, identifikoi pjesën më të madhe të autorëve. Që nga ajo natë, Tropoja nuk do të ishte më e njëjtë, ndërsa Fatmir Haklaj, i veshur me betimin e tij përgjithshëm, nisi rrugën e hakmarrjes që do të përvlonte njerëz, familje dhe gjithë një krahin të tërë. Që nga ajo natë e janarit të vitit 98, kur në Qaflush ushtrin pa jetë trupat e Shkëlqim Haklaj dhe Artur Demirit, Fatmir Haklaj nuk ishte më i njëjti njeri. Njeriu që deri atëherë kishte përmbajtur egërsinë e vendlindjes për hir të një rendi të bëj shtetëror, tani e kishte hequr maskën e shefit të komisariatit.
Ai e dinte se kjo nuk ishte më çështje ligji, por të tashmë ishte çështje nderi, gjaku dhe tradite. Në tropoj nata pas ngjarjes së rënd, rrugët u boshatisën, dyert u kyçën, burrat e shtëpive zunarmët dhe çdo kush me një emër mbi shpinë apo një fjalë të thënë në kohë të keqe e dinte që rrata mund t'i vinte, ashtu siç e kërkonte kanuni i maleve. Fatmir Haklaj, me vështrimin e ngulur mbi trupin e vëllait të tij të vdekur, nuk foli shumë atë natë, por sytë e tij, që të njohurit i kishin parë plot herë të ftohtë, tani shkreptinin siç i gjeta. Në mesnat, ai thirri pranë vetes njerëzit më të besuar, disa prej tyre pjesë e komisariatit, disa të tjerë të lidhur familjarisht me Haklaj. Lista e emrave armiq u shkrua në një copë letër të zhubravitur që mbeti në xhepin e tij derisa vdiq. I pari që e pësoi ishte një nga ata që Avdi Buçpapa kishte përmendur si pjesë e komandës. U gjeti vrarë në rrugën e kthimit nga Bajram Curi në fshat, pastaj një tjetër. Vala nisi të rritet si orteku në mal, duke mos kursyer asnjë nga ata që Fatmiri mendonte se kishin gisht apo kishin heshtur për atë prit të janarit. Në tropoj çdo natë dëgjoheshin krisma. Njerëzit nuk dinin më as për fejesa, dasma as për mort. Fatmir Haklaj, i bërë zoti i qytetit dhe i maleve përreth, nuk pyeste më për asnjë ligj. Madje, nga Tirana deri në tropoj, të gjithë e dinin që tani ligji ishte vetë ai. Shokët e Azem Hajdarit, të Partisë Demokratike, njerëzit e klaneve kundërshtare, fshatarët që mbanin lidhje me ta ishin shënjestër. Nuk pyetej më kush kishte marrë pjesë në prit, mjaftonte të kishte pirë kafe me ndonjërin prej tyre për të hyrë në listën e zezë. Në Tiranë, opozita nisi protesta kundër terrorizmit shtetëror në veri dhe kërkonte shkarkimin e Fatmir Haklaj, por qeveria e kohës, ende trazuar nga rëmujat e vitit 1997, nuk guxonte të ndërhynte. Ai ishte bërë shumë i fortë, shumë i frikshëm. Njerëzit tregonin se ai shëtistej vetëm në Bajram Curi me 2 armë në brez, dhe askush nuk guxonte t'i dilte përballë. Kishte raste që në mes të qytetit ndalonte makina, pyeste për emrin dhe mbiemrin e shoferit, dhe nëse nuk ishte në listë, i thoshte est përpara. Nëse po, e dinin të gjithë ç'ndodhte. Pavarësisht situatës e egër që krijoi, Fatmir Haklaj u godit sërish në atën errët të pranverës së vitit 1999, ku Ilir Konushevci, bashkë me mikun e tij, mjekun tropojan Hazir Mala, dhe një pjesëtar të UÇK-s që shërbente si shofer, ishin nisur drejt Bajram Curit. Kamioni që i shoqëronte ishte ngarkuar me armë, një ngarkesë që duhej të kalonte patjetër, sepse atje lart në mal, në kufirin e Kosovës, njerëzit po luftonin për jetë vdekje. Për të shmangur vëzhgimet dhe postblloqet e policisë, vendosën të udhëtonin natën, duke zgjedhur rrugën e vështirë dhe të rrezikshme të Qafmalit, rrugë ngushtë me kthesa të mpreta dhe shkëmbi që të binin mbi kokë. Rreth orës 2 pas mesnate, sapo kishin kaluar fshatin midis kaj, kamioni hasi në një pengesë të çuditshme në rrugë. Para se të kuptonin ç'po ndodhte, krisma armësh përthyen nga shkëmbit anës rrugës. Breshëria goditi kamionin, duke plagosur shoferin dhe Ilir Konushevci. Konushevci, me pistoletën e tij u përgjigj me njëherë, dhe në përplasjen e shkurtër, plagosi rënd njërin nga pritësi, një djalë nga tropoja që më vonë dash shpirt në vend. Shoferi, i plagosur por ende në gjendje të rëviste, u tërhoq në një pozicion më të sigurt, duke qelluar për t'imbuluar. Mjeku Hazir Mala nuk u mendua 2 herë. E mori Ilirin e plagosur mbi shpinë dhe pa u kthyer nga plumbat, u nis drejt fshatit më të afërt për të kërkuar ndihmë. Ai eci për më shumë se 1 orë në terr dhe heshti, duke kaluar përmes shkurreve dhe shtigjeve të fsheta. Por fati ishte i shkruar ndryshe. Pak metra larg një shtegu të ngushtë u përballën sërish me autorët e pritës. Këtë herë nuk pati as kohë për të folur as për të qelluar. U qelluan për vdekje në vend. Trupat e tyre u bën çosh nga plumbat e breshërisë. Të nesërmen, në mëngjesin e zymt të asaj dite, malësorët gjetën trupat e 2 burrave, të rrëzuar pranë një shkurjeje, ndërsa kamioni ishte zhdukur. Tropoja u gdhi më e heshtur se kurrë, sepse dhe lufta kishte filluar të merrte bitë vet. Kur Fatmiri mori vesh lajmin dhe dëgjoi emrat e viktimave, zemra ju kthye në hekur. I vrarë ishte Ilir Konushevci, miku më i ngushtë i familjes, dhe Hazir Mala, babai i shoferit të tij të besuar. Ai nisi menjëherë punën për të gjetur organizatorët e pritës së midis kajës, dhe puna ju bë shumë e lehtë kur mësoi se në Bajram Curi, po atë natë një person tjetër kishte mbetur i vrarë. Bëi fjalë për Agim Demirin. Fatmir Haklaj bëri menjëherë lidhjen mes viktimës dhe pritës së midis kajës, dhe pavarësisht përpjekjeve të familjes së Agim Demirit për të justifikuar vdekjen e viktimës, gjithçka rezultoi e kot. Për Fatmir Haklaj nuk ishte më dyshim se Demiri kishte qenë autori i pritës së midis kajës, dhe për këtë shkak u hakmor aty për aty, duke i vrarë të vëllain, Bislim Demirin, shofer taksire në qytetin e Bajram Curit. Në mesin e korrikut të vitit 98,
ndodhi një tjetër ngjarje që i nxorri sërish në skenë Haklaj. Policia e Gramshit arrestoi në një post blok në hyrje të qytetit Halil Haklajn dhe vëllain e Izet Haxhis. Në automjetin që ata udhëtonin u kap dhe një sasi armësh që sapo i kishin blerë për ta çuar në Kosovë. Ortakëria e tyre krijoi kuriozitet të madh, pasi Halil Haklaj ndodhej së bashku me vëllain e Izet Haxhis, truprojës së ish presidentit Berisha. Në pamje të parë dukej habitshme një kombinim Haklaj-Haxhia, pasi ishin të qarta pozicionimet politike të tyre, pro dhe kundër Berishës. Por Halil Haklaj kishte punuar për një kohë të gjatë me Ismen Haxhin në minierën e Kamit, dhe banesat e tyre në Kërnaj e Babin nuk ndodheshin më larg se 30 minuta nga njëra tjetra. Fatmir Haklaj u alarmua për arrestimin e të vllait dhe kërkoi lirimin nga gjykata. Dështimi për ta liruar në gjykatën e apelit e acaroi së tepërmi. Në këto kushte vendosi të reagojë duke demonstruar forcë. Fatmiri kërcënoi të gjithë përfaqësuesit e lartë të administratës shtetërore në Tropoj. Madje policia deklaroi se ai mori peng dhe të dërguarin e qeverisë në veri të vendit ta ulandetjen. Nëse nuk lirohej vëllai nga burgu, ai do të ndërmerrte veprime më të ashpra. Si rezultat i kësaj situate të acaruar, në fund kushtin e vitit 98 në Tropoj, të vetmit zyrtar të lartë ishin përfaqësuesi i qeverisë, që më tepër qëndronte si peng se sa përfaqësuesi i qeverisë, dhe përfaqësuesi osobres për Bajram Curin, Billy Voxt, një ish kolonel i forcave speciale britanike. Për të negociuar me Haklajt, autoritetet shtetërore shfrytzuan një vizitë të një grupi deputetësh në Tropoj. Mesditën e 22 gushtit të vitit 1998, në Bajram Curi mbërritën kryetari i kuvendit Skënder Gjinushi, të vendës kryeministri Kastriot Islami, nën kryetari i kuvendit Namik Doke, kryetari i komisionit të jashtëm të kuvendit Sabri Godo, si dhe deputetët socialist Ismail Togu e Bardhy Lagasi. Në orët e pasdites, përfaqësuesit më të lartë të shtetit, të cilëve u mungonte vetëm presidenti Mejdani dhe kryeministri Nano, patën një takim në hotel turizmin e qytetit me një përfaqësues të Fatmir Haklajt. Takimi u zhvillua në zyrën e osobres, në katin e 2 të hotelit. Në të nuk ishte i pranishëm deputeti Godo, që preferoi të priste në hodhin e hotelit. Fatmir Haklaj nuk pranoi të shkonte vetë në takim pasi ndihej i fyer, jo vetëm se ja kishin arrestuar të vëllain, që po u çonte armë ushtarëve të UÇK-s, por sepse nuk po e lironin nga burgu edhe pse kishte kaluar më shumë se një muaj. Ai dërgoi në takim Feris Kërnajën, që kishte qëndruar për një kohë të gjatë në burg me liderin socialist Fatos Nano, i cili në atë kohë ishte në detyrën e kryeministrit të vendit. Kërnaja kishte vetëm 20 ditë që kishte marrë pafajësinë nga gjykata e Tropojës për vrasjen e Isuf Halucës në tragedin e linjës Fiers-Koman në vitin 1993. Ferizi u bëri të qartë mesazhin e Fatmir Haklajt përfaqësuesve të lartë të shtetit. Nëse Halil Haklaj nuk lirohej nga burgu, pasojat mund të ishin të mëdha. Se çfarë premtimi bën përfaqësuesit e shtetit Kërnajës, kjo nuk është bërë publike. Por është fakt se 2 javë më pas, Halil Haklaj dhe Ilaxhia u lanë të lirë me ndërhyrje nga lart, pasi kishin qëndruar për 50 ditë në burgun e Gramshit. Pas lirimit të Halil Haklajt, tensionet në Tropoj nuk u fashitën. Përkundrazi, situata mbeti pezur, si një gryk vullkani që priste të shpërthente sërish. Fatmir Haklaj, tashmë i bindur se shteti kontrollohej nga njerëz të paaftë dhe tradhtar, nisi të veprojë në mënyrë të pavarur, duke ndëshkuar çdo që mendonte se kishte marrë pjesë në atentatet ndaj të tij apo që përbënte rrezik për dominimin e tij në veri. Në këtë periudhë vrasjet në Tropoj rifilluan. Çdo person i lidhur me pritën e qafluzhës apo me bandat rivale që kontrollonin rrugët e trafikut të armëve dhe drogës, filloi të fshihej ose të largohej nga zona. Për çdo të vrarë, Fatmir Haklaj kishte listën e tij të përgatitur prekosh, dhe sipas dëshmive të mëvonshme, ai nuk e lëshonte shënjestrën pa eliminuar. Me 4 gusht të vitit 1999, në orën 8:40 të mëngjesit, një tjetër ngjarje do të trondiste familjen Haklaj. Teksa Fatmir Haklaj po shkonte në Bajram Curi, ku punonte me detyrën e komandantit të grupeve të gatshëm në komisariatin e policisë, në shoqërinë e vëllait të tij Halilit dhe disa personave të tjerë, një atentat u preu rrugën. Organizatorët provuan diçka të panjohur më parë, duke përdorur disa mina që ishin vendosur gjatë gjithë rrugës dhe u komandonin me telekomand. Gjatë shpërthimit u vran Halil Haklaj dhe Feris Kërnaja, si dhe u plagos Fatmir Haklaj. Këto mina me telekomand ishin të njëjta, sipas ekspertizës, me minat që vran Eduard Osman Haklaj në datën 6 maj të vitit 1999. Atentati 4 gushtit tregoi qartë që prapaskene qëndronte ushtria shqiptare, duke konsideruar metodat e avancuara që u përdorën gjatë sulmit. Në këtë klim tensioni ndodhi edhe një nga ngjarjet më të rëndësishme që do të trondiste politikën shqiptare. Vrasja e Azem Hajdarit me 12 shtator të vitit 98 në Tiranë. Edhe pse lidhja direkte e Haklajve me këtë atentat do të mbetej e debatueshme, raportet e asaj kohe dhe raportet sekrete të Shikut
e përmendin tropojën si vatër destabilizimi dhe Haklajt si njerëz me potencial për të ndërmarrë veprime të dhunshme politike. Pas vrasjes Azem Hajdarit, Fatmir Haklaj e forcoi dhe më shumë kontrollin mbi Tropoj. Nga një drejtues komisariati i paepur, u kthye në një njerëz që ligjin e bënte vetë, sipas kanunit dhe hakmarrjes. Banda dhe njerëzit problematik u shpërndan, disa u vranë, të tjerët u larguan përfundimisht nga zona. Mirë po kjo histori nuk do të përfundonte aty. Pasi mbijetoi gjithë ato betejë, edhe Fatmir Haklaj do ta kishte fundin e tij në një atentat të mirëmenduar në vitin 99. Në datën 4 nëntor të vitit 1999, në fshatin Bujan, në lagjen Mulosmanaj, ra përfundimisht edhe njeriu që për shumë vite me radhë bënte ligjin në Tropoj. Pritën, vrasësit e kishin ngritur në oborin e shtëpisë të Haxhi Jakupit, në afërsitë të shtëpisë së Jahu Mulosmanit. Në këtë prit, pranë shtëpisë së Jahu Mulosmanit, mbeti vrarë jo vetëm Fatmir Haklaj, por edhe Sami Ali Kërtnaja, si dhe mbeti plagosur Jahu Mulosmani. Hakmarrja ndaj Haklave nuk mbaroi me vrasjen e Fatmirit, sepse armiqtë e tyre e dinin mirë që për të qenë të qetë, duhet të zhduknin të gjithë meshkujt e familjes Haklaj. Për këtë motiv, në datën 3 dhjetor të vitit 2000, rreth orës 12:50 të drekës, u vra me snajper nga një distancë e largët në oborin e shtëpisë, djali i vogël i Haklajve, Ylli. Me vrasjen e Yllit mori fund dhe një periudhë shumë vjeçare përplasjesh midis familjes Haklaj dhe armiqve të tyre.